Besimtarë të nderuar, sot do të trajtojmë disa nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe disa ajete të përzgjedhura nga shumë porosi. Edhe ajo është janë disa porosi shumë të rëndësishëm që na ndihmojnë neve procesin për rrugtimin tonë për në xhennet. Allahu nasip na boft. Do të ligjërata e sodit ka të banë rrugtimi jon, rruga jon për në xhennet. Ne falemi për me shku në xhennet, ne agjerojmë për me shku në xhennet, ne respektojmë prind për me shku në xhennet. Do të fillojmë prej disa parimeve shumë të rëndësishëm, duke krahasuar udhëtimin tonë në dynjat. A ka dikush që del në rrugë edhe vetëm hecë rrugëve, është nis për Stamboll, nuk ka navigacion me vete, nuk ka kerr me vete, nuk ka mjetet me vete sa duhet, po edhe nuk koncentrohet se ka duhet me shku, veç hec, a mrin destinacionin e duhur ajo. Njerëzit që udhtojnë për Stamboll, shkojnë ja për pushim, ja për ziaret, ja për tregti. Ato që shkojnë Qabe, shkojnë mi thonë Allahut lebejk, Allahume lebejk. Ai që shkojnë në Kairo, zakonisht studentat tonë shkojnë me studiu në Kairo, shkojnë në universitet me studiu. Ose dikush shkon për vizitë. E po mirë, udhëtimi jonë për ka Allahu, ku duhet me përfundu? Dy janë xhenet, janë xhenem. Prandaj do të folim sot udhëtimi jonë dhe përgatitja jonë për këtë udhëtim. A përgatitemi na për udhëtimin tonë për me shkuar në xhenet, Allah i nasip na boft. Edhe çka duhet muslimani me përgatit në shpirtin e tij para se munis, para se me janis. Kur kush nuk ka ardhur rastësisht në xhami, s'kena ardhur me lut futboll në xhami, kena ardhur sejdë me ba Allahut. Kur kush nuk shkon me bana i lojnë në Qabe, shkon mi thon Allahut lebejk, Allahume lebejk. Lëvizjet tona të gjuhës tonë janë gjuhë e cila ja kena mësy xhennetit duke e fituar xhennetin dhe duke shku në xhennet me gjuhën tonë. Duke shku në xhennet me bindjen tonë, duke shku në xhennet me veprat tona. Prandaj në xhennet shkohet me fjalë. Ti mundesh këtë punë të dynjas mi bë, më të mirat e dynjas mi bë. Në veç shahadet nuk e thon ti se në xhennet, se nuk e ke thon shahadetin. Edhe plot edhkar tjera që do t'i përmenim në vazhdim. Prandaj ka ibadet e cila ta lehtëson procesin me shku në xhennet me gjuhë. Edhe do të fillojnë në matleta, se na zaten matletat e kena marak. Për me shku në xhennet let, me kollajllëk me shku. Edhe do të startojnë api matletave. Prandaj ka thonë Abdullah ibn Selami radiallahu anhu, do të startojmë me një hadith apo dy dhe pastaj do t'i selektojmë dikun 7-8 hadithe, porosia që ne i neglizhojmë e ndërpresim kontaktin udhën ton hinën për rrugica në gjatë shmajnë vend që me jam si për në xhennet me shku. E para. Abdullah ibn Selami transmeton thot se awwal ma qadima ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ila al-Medina, kur Rasulullah hini në Medinë, njerëzit ju mbledhen për rreth. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha ayuha an-nas, o ju njerëz, afshu as-salam wa at'imu at-ta'am wa sallu bil-layli wan-nasu niyam tadkhulu al-jannata bi salam. Ka riwayat tjetër, wasilu al-arham. Thot o ju njerëz, jepni selam. Allahu xhenetlive udkhulu bis salam, hini në xhennet me selam, me paqë. Islami është paqë. Muslimani duhet mu përshëndet me selam. E prandaj prej sebepeve që ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë hadith, njerëzit momentin e parë kur është taku me medinasit, ja u ka instalu vlerën më të madhe se Islami nuk është fe e dallashllëkit, po është fe e paqes. Dhe ka thonë efshu selam, jepni njerëzve selam, o ju njerëz. Wa at'imu at-ta'am, dhe jepni ushqim njerëzve, o ju njerëz. Ka thonë wasilu al-arham, dhe kujdesni për akrabollëk, për farefisin. E pastaj ka thonë wasallu bil-layli wan-nasu niyam tadkhulu al-jannata bi salam, dhe falini natën, edhe në fund thotë tadkhulu al-janna, keni me hin xhennet me selam. E startoi hadithin me selam, efshu selam, wa tadkhulu al-jannata bi salam, rawahu Abdullah ibn Salam. Edhe këtë hadith thuhet se i vetmi hadith, vetmin hadith e transmeton Abdullah ibn Salam është ky hadith. Starton me selam, përfundon me selam. Prandaj kush jep selam,
kush jep ushqim, kush kujdeset për farefisin, edhe kush fal namaz natës, ka me hinë xhenet, Allah i nasip në baft. Muadh ibn Jabali radiallahu anhu i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prej derteve shumë të mëdhaja, i tha ja Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al janna. O Muhammed, kush ka mundësi m'ia tregu rrugën e xhenetit përveç se pejgamberi alayhis salam. E i tha trego ma rrugën për në xhenet. O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam masi i tha akhbirni, tregom tha rrugën për në xhenet, edhe tregom edhe të kundërtën se udhimi jonë është janë xhenet, janë xhenem, dhe gajle të madhe Muadh ibn Jabali. Tha o Muhammed, dhe tregom tha cilë janë sebepet që në rrugtimin tem Allah i të më largon prej zjarmit xhenemit, prej xhenemit. Rasulullah alayhis salam çka tha? Laqad sa'alta anil azim, ti ke vetë thot për një sen shumë madhështore, shumë të madhe. Krejt funksioni jon në jetë, punësimi, shkollimi, familja, evladi, smundja, krejt harrohen. Jeta e përhershme o vëllezër është xheneti. Jeta e përhershme për qafirat është xhenemi. Prandaj vetdia jon gjatë veprimit adhurimeve që i bëjmë dhe fjalëve që i bëjmë, të kemi pikësënim prej në këtë Ramazan xhenetin ta kemi pikësënim. Udhëtimi jon, destinacioni jon të jetë xheneti. I tha Muadh ibn Jabalit, ke pyet për diçka shumë madhështore, shumë të madhe. Te na me keqardhje, shumë pak vesin njerëzit, o çish me shku në xhenet, sikur ky burr që ka vetë. Cilët janë punë, ama ti punë ti ki berbat do me shku në xhenet, nuk shkohet berbat në xhenet. Rruga për në xhenet është prej porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E para, kjo është si hyrje, e para. Nuk ka mundësi dikush me hinë në xhenet edhe me pasë rrugën e qelt përderisa në vete ka shirkiate dhe bestutni, besimeve të kota. Prandaj xheneti është uiddat lil muttaqin, ai njeri që beson dhe i nënshtrohet Allahut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, en ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Muadh ibn Jabali pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, a do më shkon në xhenet po? A do më largu pi xhenemit po? Thot madhroja Allahun dhe mos i bën shirk Allahut. E pastaj thot falë namazin, e pastaj jep zakatin, farz, pastaj agjëroj Ramazanin, edhe pastaj krye dhe haxhi. Haxh, zakat, agjërim është man istata ila sabila. Kush ka mundësi? Pra rruga e xhenetit është e ndërtuar me thera, me pengesa, me sfida. Ama rruga e xhenemit u kënaqën hoxh, u kënaqën këto qafira, u kënaqën këto evropian, u kënaqën këta. Në synin tanë, shejtani ta jeshën, nuk kënaqet. Ai që nuk ka shahadet, ai që i bën shirk Allahut, s'ka mundësi mu kënaq. Allah e trishton, po ty duket çashton. Shejtani të mashtron ty çashton. Ai që s'falet nuk kënaqet, ai që s'jep zeqat dhe ka mundësi me dhon, ai nuk kënaqet. Ai që agjeron, që nuk agjeron dhe ka mundësi nuk kënaqet. Prandaj shija e udhëtimit ton për ka Allahu, ti që ke ardha që agjeron dhe une që falimi, që agjerojmë dhe madhrojmë Allahun dhe nuk e lusim kërkan pos madhnisë Allahut, ne e dojmë xhenetin dhe udhëtimin ton të pastër për me shku në xhenet, Allah i nasip na boft. Prandaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e takon Allahun pa i bërë shirk, ka me hinë thot në xhenet. I kemi përmend disa herë se hoqë për na sinave na nuk i bëjna shirk Allahut. Po, më në di, prej muslimanëve në trojeve tona, thot hoqë, kam gjetë një hoqë, me shallë dhe me gjybe, me keqardhje, po më ka shkruajt një hajmali, për më nda me filanën, më martu me filanën, do të të me hinë kaderin e Zotit, ai tamam. Ose filan gruja nuk pas ka fëmijë me shku të filan shpella, të filan guri, edhe ta i guri po baj kanë fëmijë. Pse Allah te ai guri pe jaratis ka fëmina? Prandaj xhennet jo me shirk, jo me bestutni, jo me besime të kota, besimi i pastër. Besimi i pastër që shtin tana edhe adhurimet mi bot pastërta. Ama kur besimin e ki dallash, ta na shton edhe ibadete në thojza që nuk janë ibadete, bojnë shirkiate. Njerëzit edhe në adhurime shtojnë gjana që nuk janë
në standardin e Kur'anit edhe sunetin e pejgamberit alayhis salam. Prandaj xheneti është i krijuar në formë për njerëzit që e madhrojnë Allahun, falin namazin, japin zekatin, agjerojnë Ramazanin dhe në shkojnë haxh. Këto janë shtylla, apo. Po kur ti bëjmë këtë këto, duhet edhe një element tjetër. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa rrugë për në xhennet me shku, yahdi ila al-birr. Sinqeriteti yahdi ila al-birr e çon njeriu në punë të mira. Wa inna al-birra yahdi ila al-janna. E punë të mira e çon njeriu në xhennet. Prandaj Allahu fjalën e sinqert dhe veprën e sinqert, kur ti je sinqert në zemër Allahi dhe ka gjuha taban i sinqert më kon. Edhe në vepër i sinqert më kon. E kjo ku të çojka, thot pejgamberi po na garanton o vëllezër. Yahdi ila al-janna. E kundërta, wa inna al-kadhiba, e mos sinqeriteti rrena, yahdi ila al-fujur, çon punë të prishta. Wa inna al-fujura yahdi ila an-nar, e punë të këqija e çojnë njeriu në udhbillah në xhehenem. Rruga për në xhennet është lehtë. Sinqeritet me pas, mos më bën shirk Allahut, me fal namaz, me agjëru, këtë këto adhurime që i përmendëm. Në xhennet shkohet, tu i thon Allahut, xheneti bëhet obligim, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e vërtet, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammedin alaihi salam nabiyyan wa rasula. Çka do të thonë? Me dëshmu me gjuhën tonë, në këtë formë tekstit që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na ka mësuar neve rruga për në xhennet është me thonë raditu billahi rabba. Jam i kënaqur me Allahin tim, s'du zot tjetër, nuk besoj kërkan, veç Allahun i besoj. Veç këtij nënshtrohem. Wa bil islami dina. Edhe islamin si kushtetut, platformë shnosh njerëzimit. Valla hoq, islamin pa, më islamin në xhami, më islamin në shtëpi, islamin në shkollë, islamin në pazar e la anash. Në tregti e la anash, në shkollë e la anash. Jo, islamin në xhami dhe jashtë xhamisë, në zemër dhe jashtë, në gjuhë dhe në vepër. Wa bil islami dina, i nënshtruar islamit sa është komplet, nëse don me shku në xhennet, duhesh më u bë teslim fejes islame. Nëse e përzin me ideologjia tjera, me platforma tjera se islami është i prapambetur, nuk përfshin çdo gjë, islami është noksan, islami ka këto të meta ose ato të meta, edhe me himu debatu dhe mu kompromitu emri edhe pozita e hoxhallarëve, se dikush çka nuk e njeh Allahin me kallzu pozitat e njerëzve se ku e kanë venin, ato janë dalalet njerëz. Edhe na është duhet mi injoru, nuk duhet mu marr me ato kategoritë njerëzve. Ne jemi të fol, dhe unë jam të fol, ka thonë pejgamberi me thonë këtë laf, dhe unë nuk pranoj asnjë laf pos asaj që më ka mësuar Allahu dhe pejgamberi alayhis salam. Edhe që është në suaza të Kur'anit dhe të Sunetit. Wa bil islami dina, dhe më nënshtru sunnet islamit si fe e vetëm e pranuar. E treta, wa bi Muhammedin alayhis salam nabiyyan wa rasula. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, xheneti i bëhet obligim. Ai çka i nënshtrohet me bindje e thot këtë laf, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammedin alayhi salam nabiyyan wa rasula. Pasha Allahun xheneti është i garantuar, ka thon Muhamedi alayhi salam. Me thon jam i kënaqur me Allahin dhe i nënshtrona, i besoj Allahit dhe i besoj. Jam i kënaqur me Islamin dhe i nënshtrona dhe i besoj. Jam i besueshëm te Resulullah dhe i besoj. S'ka mundësi me shku në xhenet, ki me shku në xhenet, veç thuje dhe jetoje me këta. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, rrugë për në xhennet me të shprehur, me thonë këta shka e thash. E dyta, kush thot subhanallahi al-azim, subhanallahi al-azim, dhe subhanallahi al-azim wa bihamdihi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ati i bëhet një prej palmave, prej drujeve në xhennet e kamjell. Atëherë nëse dojna na xhennet, atëherë me këtë lloj të formës të adhurimit e madhrojmë Allahun subhanahu wa taala edhe e mbjellim një dru prej drujve të xhennetit, prej palmave të xhennetit. Sa herë thojna mbrëna ditës këtë? Ati i mbjellet një palmë prej palmave të xhennetit. Do thot me pak adhurim, me dy fjalë, subhanallah, e madhron Allahun, wa bihamdihi,
e falendron Allahin, e ban tesbih edhe tahmid. Çka do të thonë tesbih? E lartë madhron Zotin. A ka mundësi Allah më të nënçmu ti që e lartë madhron Allahun? A ka mundësi Allah më të lanë jashtë xhenetit kur ti e lartë madhron Allahin? S'ka mundësi. Nëse muslimani e lartë madhron Allahin me fjalë dhe me bindje se i lartë madhruar është Allahu, e ndjen këtë. Allahu nuk e le jashtë xhenetit, e shtin xhenet. Allah i nasip na bëft. Wa bihamdihi, dhe ai që e falendron Allahun, Allah ja bën nasip xhenetin. Prandaj pa tesbih, pa e bë Allahun tesbih dhe pa i bë hamd Allahit nuk ka xhenet. Rruga jon për xhenet është duhet thonë Allahut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Wa bihamdihi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, masi na përmendëm fillim hadithin shirk mos mi bë Allahut. Janë disa transmetime të shumta, 3 prej tyre që na çojnë neve ka xheneti. A dojna rrugtimi jon për në xhenet. Këtë gjumë mos fol bosh. Mos shaj, mos ban gibet, mos ban fitne. Ban e gjuhën tënde që ta lehtëson procesin për rrugtimin tënd për në xhenet. Ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kush e thot shahadetin, men qala la ilaha illallah dakhala al-janna. Kush e thot shahadetin ka me hin xhenet. Kan thënë disa nga komentatorët dhe disa kan thënë men qala la ilaha illallah wa adda al-haqqaha dhe jep hakin shahadetit ka me hin xhenet. Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men qala la ilaha illallah dakhala al-janna, dhe ka thënë hurrimat alayhimun nar. Allah ja ban haram xhenemit me djeg atë njeri i cili nënshtrohet dhe do thot e beson e dëshmon shahadetin këtë formë, ja jep hakin shahadetit, Allahu ja ban haram zjarmi i xhenemit këtë njeri me djeg. Do thot çka ja ban? Ja ban të kundërtën, ja ban nasip do thot xhenetin. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na më thon këtë fjalë apo. E nëse ti e thu 60 vjet, që kanë thonë shumë baballar ton, hoxhallar ton, musliman ton, në momentin e fundit kur vdes njeriu me çka vdes? Me shahadet. S'ka mundësi dikush me tradhtu Allahin 60 vjet, mos me tradhtu Allahin, më kam besnik i Allahit, edhe në fund me vdek pa shahadet. Kjo është natyrshmëri. Njeriu me çka jeton me çata vdes. Ke jetu me shahadet, thot pejgamberi alayhis salam, kush e thot shahadetin në momentin e vdekjes, men kana kalam akhir kalamuhu. Fjala e fundit shahadeti, dakhala al-janna ka me hin xhenet. Allah i nasip na boft, ya rabbil alamin. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, muezini e thirr ezanin parë. Shumica njerëzve në Ramazan nuk pinë duhan, elhamdulillah, po jashtë Ramazanit pinë duhan dhe bëjnë muhabet. Kush do me shku në xhenet, një prej proceseve me shku në xhenet është kur thirr ezani, ashtu thon një fjalë më të madhen, Allahu Akbar, për këtë fjalë na të lindur jetojmë dhe vdesim. Atëherë ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur muezini thot Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, është sunnet prej sunnetit fort në të cilën na ka premtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, halat lahu shafaati yawm al-qiyamah, do thot atë ai njeri thot ka me hin thot në xhenet. Deri te hayya al-salah, hayya al-falah, do të më thon la hawla wala quwwata illa billah. Do thot përsëritja e muslimanit ndaj fjalëve të muezinit që i thirr njerëzit 5 herë në ditë, nëse ti e nin ezanin dhe ban muhabet, ti e ti thon s'po kam nevojën për me shku në xhenet. Ti pe neglizhon një fjalë që të ka garantu pejgamberi se ai që e thot me bindje, kush e përsërit nga zemra, jo nga llafet, po nga zemra këtë fjalë, ata që thot muezini ka me hitur në xhenet. E mas asaj nuk përfundon. Jo ta kallë edhe një cigare mes ezanit dhe ta na tin mrena. Jo, e mas asaj na kush e ban duan e ezanit. Allahumma rabb hadhihi da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima atini al-Muhammadin al-wasila wal-fadila. Për e shefati i pejgamberit alayhis salam do të jetë për në xhennet nëse ti e ban këtë dua. Do të sebeb me shku në xhennet me përsërit fjalët e muezinit, dhe i hayya al-salah, hayya al-falah, dhe me bë duan masi të thirr ezani, duan e ezanit do të thotë është prezent ose do të ndërmjetson, do të jetë shefati i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej haditheve që tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rrugtimi jon për xhennet është edhe drejt për drejti me lyp xhennetin me emër. Çysh be me thirr me emër xhennetin? Mi thon Allahut, Allahumma inni as'aluka al-janna
wa na'imaha. O Allah, prej teje e kërkoj xhennetin dhe mirësitë e saj. Jo një herë, 3 herë sunet. Wa na'udhu bika minan nar. O Allah, prej teje kërkoj mbrojtje nga zjarmi i xhenemit. Më bëni Allah. Ai çka e kërkon 3 herë xhenetin ndërmjetson, thotë o Allah, bane hi se këtë njeri pjesë të xhenetit, se ky po më don mua. Pe dëshmon me zemër, pe shprej me fjalë, e na nëpërmjet këtyr besimit çka e tham deri tash, e nuk i bëjna shirk Allahit, e namaz e krejt, atëherë e kërkojmë drejt për drejt i xhenetin ndërmjetson nëpërmjet lutjes tonë që e bëjna, dhe thojna o Allah na ban nasib xhenetin. O Allah nasib na ban xhenetin, o Allah nasib na ban xhenetin. Wa na'udhu bika minan nar, dhe o Allah na ruaj nga zjarmi i xhenemit. Dhe Allah na ruaj nga zjarmi i xhenemit. Xhenemi thot o Allah s'pedu në këtë, s'pedu më kom pjesë e jemi. Dhe ka shumë hadithe tjera që flasin me fjalë me fitu xhenetin. Vepra ka për në xhenet, ka shumë. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam prej shumë haditheve. Ne jemi ku jemi në xhami. Kush ndërton një xhami e ka përmend alayhi salatu wassalami me njet për Allah xhamien me dhon parë, jo më shkruajt emrin aty në tabull aty. Jo më marr vesh këtë dynjaja, jam të dhon parë për xhami, me ndërtu xhami për me ngrit fjalën e Allahut dhe për me ardh musliman të më bën sejdë Allahut. Thot pejgamberi sa kush ndërton një xhami duke pas qëllim arritjen vetëm me kënaq Allahun e Madh, ai çka e kënaq Allahun nuk ka mundësi mu trishtuar në ditën e Kiametit. La khaufun alehim wala hum yahzanun. Nuk trishtohen dhe nuk mërziten ditën e Kiametit. Allahu do t'i ndërtoj pallat prej pallateve, jo jashtë xhenetit, në xhenet ka thonë. Prandaj men bana lillahi masjida bana Allahu lahu qasran fil janna. Thot Muhamedi alayhis salam, prej veprave për me shku në xhenet, prej sebepeve me shku në xhenet, është kush ndërton xhami për hir të Allahut, me kënaq Allahun, Allahu do t'ja ndërton një pallat prej pallateve në xhenet. Vepër tjetër, na folën fjalë, tash veprat. Ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kush i fal 2 namazet e ftofta, e ka fjalën për sabahin dhe iqindien, berdetein. Ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka me hinë xhenet. Se zakonisht njerëzit në sabah kanë vështirë. Zakonisht njerëzit në qeni që atëherë flenë, pushojnë, sidomos në botën islame, atëherë njerëzit në të urtësi hadith që garanton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se do të hinë xhenet, ai si e fal, do të thotë namazin e sabahit dhe namazin e iqindijes. Pastaj njeriu prej sebepeve tjera, sa herë që njerëzit na që vim xhami, elhamdulillah, ku jemi musafir? Të kush jemi? Musafir të kujna, të Allahut. Sa herë që shkon ti në xhami e musafir në gostinë e Allahut. E s'ka mundësi Allah i më të lanë të ana pa të gostit. Pas shpërbly. E shpërblimi i kësaj është gostia me xhenet, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sa herë që njeriu shkon në xhami, Allahu ka përgatitur një vend gostie në xhenet special për atë që shkojnë në xhami. E po hoxh, ai që s'u fal hyj 60 vjet, 70 vjet, a ka vend në xhenet? A ka vend, a e nderon Allahu? A e gostit një Allahu atë njeri apo jo? Po vëllezër, jena ti fol ndoshta pak shumë këto hadithe dhe du të më mundu mi futin në zemër dhe më përjetim, me shiu nevojën tonë dhe kur e shion këtë nevojë, kur ti ki bindje tamam në ringjallje, në xhennet, në ahiret. Pse njerëzit nuk falen se haron xhenetin, e haron ahiretin. Ai ka qetë për një moment me kënaq epshin e tij, pse shejtani e devijon. Ja hu padresën e xhamisë, ja hu padresën e çabës, ja hu padresën e mexhlisit, e Kur'anit, e dhikrit, e istikfarit. Tha pse sa shkurxon subhanallahu. Ai po fjalë kjo, e kam thënë herë dhe usos këma vet. Jo, dush me përmend shumë. Amenu të kurullaha dhikran këthira, përmend Allahun shumë. Allahu sa më shumë ta përmendsh, çaq më shumë afër ta afron, aq më shumë larg në shkallën, në gradat e xhenetit do të ngrit lart. A sa më shumë sejdë bën, sa më shumë vjen në xhami, sa më shumë e përmend subhanallahu wa bihamdihi, Allahu do të afron dhe do të ngrit lart në xhenet, Allahu i nasip na boft. Prandaj edhe e ardhmja në xhami, ne që kemi ardhur këtu, Allahu po na gostit ka, po na nderoj ka në ditën e Kiametit, kur ringjallemi në xhenet me gosti special për njerëzit që janë fal. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, farzat i përmendëm në fillim. Kush i fal 12 recate prej nafile mrena 24 orëve,
i ndërtohet një pallat prej pallateve të xhenetit. Njerëzit mundohen 20 vjet, 30 vjet punon se në ndriç 2 ota. Një otë se në ndriç. Shifa, me 12 minuta sunet fiton një pallat prej pallateve të xhenetit. 60 vjet, 50 vjet ibadet, ka 12 recate. Te na shumë njerëz ka nuk i falin sunetet. I anashkalojnë. Ti e të thonë s'kam nevojë për pallatet të xhenetit. Pleqët e tonë nuk i kanë lënë sunetet. Sot disa njerëz mburën thirrën me suneta realisht nuk e falin sunetin. A dini pse? E harrojnë që këtë hadith. Që këtë, hiq ma shumë. As kemi nevojna për sunet? O ma atakumur rasulu fe khudu, ata që ta je pejgamberi merr, ata që ta kanë ndalu largoje pisaj. Suneti i pasimit Resulullahit e mush çdo boshllëk në dynjë dhe në ahiret. Edhe në familjen e rahatlëkit ta jep. Edhe në biznes të jep rahatlëk, suneti, pasimi i sunetit. Prandaj, që ky sunet është sebeb prej sebepeve ti me shku në xhenet dhe Allahu më të bë prej pallateve të xhenetit. Merrni matematika, llogariti ka 12 recate. 2 në sabah namaz, 4 para drekës, 2 mas drekës bëjnë 8, 2 mas akshamit edhe 2 mas jacijës bëjnë 12 recate. Pse ka përmend pejgamberi alayhis salam? A ka mundësi më na pas thon pejgamberi diçka e më na tradhtu? E mos me pas vlerë? Jo pasha Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pejgamberi s'ka fol me hamendje, ka fol atë çka e ka zbrit Allahu. Edhe këtë garancë na ka garantuar pejgamberi, kur ta garanton pejgamberi ta ka garantuar Allahu. A don pallat pe pallateve të xhenetit, fali 12 recate namazit. Sunet të ditës mra 24 orëve. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kit marr me abdes. Kush thot merr abdes si duhet, nuk ban mastraf. Nuk e lan gjysën e krahit. Po që këtë formë të lajtmës durve, të gojës, të hunës, të ftyrës, të krahve, mes, kam, jetë të banë se Allah i të ka urdhun Kur'an, jetë të banë se na ka urdhun pejgamberi. Edhe në këtë hadith, thot kush merr abdes si duhet, ja e hakin abdesit. Nuk ban mastraf, po edhe nuk e pakson, do të pastrimin e gjymtyrëve që është obligim për muslimanin, edhe pastaj thot i fal 2 recate në namaz, nafile, me knatësi dhe me përqendrim, wajabat alayhi al-janna, Allah ja ka bë obligim xhenetit atina. Shë salati, veç abdes me marr, 2 recate me fal, wajabat alayhi al-janna. Këtë herë më na stimulu neve që të jemi më afër në link, në lidhje me adhurimin ndaj madhnisë Allahut subhanahu wa taala. Ne kemi kohën e pandemisë tash. Kemi shumë smut, Allah i shëroft. Ata që kam dek, Allahi, inshallah, ja ka bë vorrin pi babçe të xhenetit. E smurit, inshallah Allah i shëron. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush viziton një smur për hir të Allahut, zbret një zan, një thirrje, duke i thënë paç jetë të mirë të shumë në dynjë dhe në ahiret. Edhe ecja jote qoftë gjithnjë e marrë dhe e mirë, dhe e fitofsh një vend në xhenetit më të larta. I smuti ka nevoj për duan tonë, për kujdesin tonë. 70 vjet s'kam kur nevoj, gjyshi s'ka nevoj, baba s'ka nevoj. Në momentet e krizës shëndetit që atëherë dush mi e nejtë afer, migjës, dajes, po edhe dostit, po edhe xhamatlijës, po edhe dikuj tjetër. Në momentet smundjes s'pare ati pranon duat që banë për ty. Amo ti, po zbrit ka një za që po baj ka dua për ty. Amo kjo është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do thotë jeta jote në dynja qofte mirë dhe jeta jote në ahiret qofte mirë. Dhe gjithnjë të prift e mbara, kështu i bjen në hadith, dhe fitofsh një vend të lartë në xhennet. Pse? E gëzon një të smut në momentin më të vështirë ti shkon ja fladit zemrën atij. S'ki kur gjë, mos shko mi thon atina të smutit e ka vdekë dhe babam ç'është dhe vllavi jam ka vdekë ç'është. Po foli fjalë të mirë. Ai se ka përcen inshallah, nuk është kur gjë. Kjo është një grip i lehtë, e ka përcen. I fol fjalë të butë, tamël të mirë. Jo me smutin ma shumë me fjalët e tua. Ti që i thu kështu ti e ma i smut atëherë. Prandaj du të më kanë shumë i kujdesshëm me të smutin i thanë fjalë të mirë dhe të amël, kelimetën tayyibe, sadaka, fjala mirë sadaka. Edhe në këtë formë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po na nxit, po na tregon kush do me shku në xhenet, me pas jetën e mirë në dynjat, e mi pri e marra, edhe më kanë pozita të larta në xhenet, le të viziton farefisin. Prej sebepeve tjera, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe përfundojmë sot këtë ligjërat me këta
porosi të haditheve të pejgamberit alayhis salam. Thotë kam pa një njeri në xhennet që ka hi për shkak një veprës që e ka bërë. Dini cila është ajo vepër? E ka hek një deg nga rruga veç. Imani është me thonë shahadetin që nisëm dersin, dhe pjesa e fundit e imanit është me hek pengesën nga rruga. E kam pa një njeri në xhennet i cili ka hek një pengesë, një deg, një dru, një deg nga rruga që i pengon. E po mirë, ti që e ze rrugën, ti që e ze me duvar, me kerr, me kutadjune, ç'është ke mësuar, çfarë rëneki jeti? Ku i ke marrë këtë shkollë? Ku i ke marrë këtë tërbije? Prandaj Islami, o vëllezër, është për çdo detaj neve na mëson edhe në rrugë që është mos sjell, edhe me smutin që është mos sjell, edhe në xhami kur të vish, edhe dersin e ndërtimit të xhamisë, edhe të koishijës, edhe të akraballëkit, edhe këto janë fjalë dhe vepra që janë rrugtimi jon për xhennet. Unë i përmena vetëm disa nga shumë hadithe dhe ajete që flasin për rrugën për në xhennet, me shpresë se jemi në stacionin më të mirë ku ne marrim energji pozitive për ka Zoti, për ka xheneti, është muaj Ramazanit. Atëherë të përgatitemi dhe adhurimet tona, t'i vetëdijsojmë pak, të ngritim vedim, t'i shijojmë adhurimet tona, t'ja mësojmë pikë shënimi jonë në Ramazani, do të më kanë destinacioni i joni dhe juvi dhe i gjithë muslimanëve xheneti. Se fauzën adhima në dynja hub dhe fiton. Hub pozit, fiton pozit, hub pare, fiton pare, ki familje, hub familje, këti hub. Ama humbja e madhja është në ahiret. Edhe fitimi i madh është fauzën adhima është në xhennet. Allah i nasip në boft. Prandaj njeriu ja fiton shumë, ja humb shumë në ahiret. Në dynja ka mundësi me humb e me fitu. E Allah i na ka dhënë këtë jetë që nëpërmjet këtyre ibadeteve me gjuhë me shku në xhennet. Me thon la ilaha illallah. Me thon subhanallah wa bihamdihi subhanallahu al-azim. Me marr abdes, me shku në xhami, me dhon para për xhami, me vizitu të smutin. E këtë këto hadithe që i përmenëm deri tash. E lusim Allahun e madh me emrat e bukur ti dhe cilësitë e tij të larta, që Allahu të na mëshiron me rahmetin e tij, Allahu të na fal se është falës, Allahu t'i bën kabul adhurimet tona dhe lusim Allahun që Allahu ta lehtëson në rrugtimin ton se ka shumë therra, shumë pengesa në rrugë për në xhennet. Allahu të na mundson që ne me menaxhimin më të mirë ta bëjmë, ti të i kalojmë sfidat dhe t'ja mësojmë xhenetit. Allah i nasip na bëv xhenetin, na ringjallët me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe me sahabët e tij. Hadha wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.